Një ngjarje e rëndë është regjistruar paraditën e të premtes në qytetin e Koplikut. Rreth orës 11:40, shtetasi EK, 27 vjeç, dyshumet se gjatë punës në një magazin për vendosjen e paneleve diellore, ka rënë në kontakt me energjinë elektrike dhe, si pasojë, ka humbur jetën. Grupi hetimor ka mbërritur shpejt në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të këtij aksidenti fatal. Ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër kanë referuar materialit në prokurori, ku ka nisur procedimi penal ndaj shtetasit GK, 50 vjeç, banues në Shkodër. Sipas policisë, ky shtetas ka penguar lëvizjen e automjeteve të tjera të transportit rrugor, duke parkuar automjetin e tij në mënyrë të gabuar. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme ligjore.